Dhe në këtë kuptim, pres diçka madhështore nesër. Së të shala? Nesër në Tiranë veç letë mos heshtim. Letë bëqet fart sheshi Skënderbej, letë dridhët sheshi Adem Jashari. Letë bëmi bashk i majtë i djathë. Prej Saronde e në Mitrovic, prej Presheve e në Peshkopi, prej Struge e në Shkodër, e ku dë shqiptarë të ku dë ndodhër ma dje dhe diaspora jo në gjonë si bojnë, se vishin me votu Albin Kurtin, e se bajkeno me le të hypi balonës, se le të vinë nesër në Tiranë, edhe ku që mos bofshëm, se unë e di që në aspektin juridiko procedural protestat nuk kanë që kanë e farë roli ku me ditë sa, por qendrat e vendosjes, ato diplomatike sidomos, e kthejnë kryt ka Shqipëria për të bashkuar me popullin për një gjë, për vlera tona. UÇK-ja është vlera më sublime e popullit shqiptar. Nuk ka vlerë, e kam thënë edhe në paraqitje tjera publike, ky është mileniumi i tretë të shekullit shqiptarëve. Shqiptarët janë shliruar në këtë shekull. Shqipëria është NATO në këtë shekull. Në këtë qerek shekullu Kosova ka shtet pavarë sovran dhe demokratik e shpallu e preja si më thoqi. Në qitë qerek shekulli në ka rohi që edhe që kjo gjukatë, që kjo popull ka mu përballë edhe me gjukatë dhe ka mu dalë faqebarë. Sepse lufta jonë është luftë e drejtë që e ka njës kërë komandonti legendar Adem Jashari. Nuk i kina hin ha kërkujna, si na shkuat shumë a di, as në Beograd. Ajmë për kaz, zofan për Zren, arsimin Lipjan, ajtë ne për të këtun. Për me